dhe me qëllim që të arrisin sasin e parave që janë jashtë sistemit, të fusin në sistem, arrisin taksat. Sepse kjo është një rrugë ku parat të cilat janë jashtë sistemit, kjo veprimtari kryhet duke deklaruar shitje, apo duke shtypur faktura fiktive. Buxheti të shtetit tonë nuk i nevojitën pare të pesta. Shumë e rëndësishme me shpjegu për publikun, pse bizneset të cilat shpërlajnë pare deklarojnë më shumë të hyra dhe fitim se sa bizneset tjera të cilat e bojnë evazionin fiskal që synojnë me deklaru më pak. Nëse më lejoni do ta bëja një sqarim, sepse kemi biznese shumë të ndershme që deklarojnë jashtëzakonisht shumë tatime, por deklarojnë tatime reale, duke llogaritur fitimet që i kanë bërë. Nuk do doja dikush të ndihet kaq në këtë aspekt, sepse kjo është një obligim ligjor dhe ne kemi shumë biznese që janë jashtëzakonisht të disiplinuara edhe që i kryjnë obligimet shtetërore në mënyrë perfekte. Por të rastet e organizatave kriminale, apo të rastet e kriminalëve të ndryshëm, apo personave të cilët dëshirojnë që të kryjnë pastrimin e parave, ata i mbështesin veprimet e tyre në punë fiktive dhe me qëllim që të arrisin sasin e parave që janë jashtë sistemit, të fusin në sistem, arrisin taksat. Prandaj është detyrë e institucioneve që në rastet të tilla, kur një veprimtari jo e madhe fitimprurse deklaron vlerë të lartë të tatimeve, të kemi një kontroll apo të kemi një fokus, sepse kjo është një rrugë ku parat të cilat janë jashtë sistemit apo parat që janë të jashtëligjshme dëshirojnë që nëpërmes këtij biznesi të futen në sistem. Nëse marrim shembull një kafiteri e cila shpërlan pare, për me shpjegu mirë para publikut, a nuk kupton kjo që kamarieri është i obliguar me shtyp më shumë kupon fiskal se sa realisht ka shit? Nëse flasim për veprimin operativ, kjo është një ta marrim shembull, ne kemi një autolarje, apo kemi një kafeteri, apo kemi një butik i cili po të shtrohet një kontroll, shifet se ka një qarkullim shumë të vogël, por nëse i kontrollojmë dhënat financiare apo deklarimet që i bëjmë pranë autoriteteve, ata kanë një deklarim shumë të lartë e që është në jo profesionalitet me punën që ata bëjnë. Do të thotë, ky veprimtari kryhet duke deklaruar shitje, apo duke shtypur faktura fiktive, që në rastin konkret nuk kemi blers. Ata vetëm e bojnë raportin editor duke deklaruar një rritje enorme të fitimit në baza ditore apo periodike. Kjo duhet na jep një sinjal të qartë se këtu diçka nuk është në rregull dhe ne do të orientohemi sepse ne nuk kemi shumë, si të themi, arsyeshmëri të njerëzve se po ne po japim buxhetit shtetit mjete financiare. Nuk na nevojiten, buxheti të shtetit ton nuk i nevojiten pare të pesta. Buxheti të shtetit ton i nevojiten pare që janë të lishme e që rrjedhin nga puna e ndershme e bizneseve dhe punëtorëve tonë.